Kultura dhe tradita folklorike e Kurbinit u prezantuan përmes një koncerti të organizuar në Pallatin e Kulturës në Laç. Kjo mbrëmje artistike, e cila erdhi në kuadër të festave të fundvitit, bëri bashkë artistë nga të gjithë grup moshat, të cilët përcollën një atmosferë të mbushur me emocione, duke sjellë më pranë publikut vlerën dhe trashëgiminë kulturore të zonës. Shumëllëshmëria e kostumeve dhe instrumenteve të shoqëruara me këngë dhe valle folklorike u pritën me duar trokitje dhe vlerësime nga publiku. Përmes këtij koncerti u dëshmua edhe një herë se kjo zonë ka vlera të jashtëzakonshme kulturore dhe artistike, u shpreh kryetaria e Bashkisë Kurbin, Majlinda Cara. Të gjithë artistat Kurbinas që operojnë me qendrën kulturore të Pallatit Kulturës në Kurbin, po ashtu dhe qendra kulturore e fëmijëve që i bashkangjitet, organizuan një koncert festiv ku nëpërmjet këtij aktiviteti, përveç se urojmë festat e fundvitit të gjithë qytetarëve kurbinase, përcollëm traditë, kulturë dhe pa një copës të vogël nga Kurbini, që në fakt është një vend që tregon vlera të mëdha kulturore, artistike, po edhe me një traditë të jashtëzakonshme si vetë. Ndaj më lejoni që nëpërmjet këtij aktiviteti sot të përcjell edhe një urim të përzemërt për gjithë kurbinasit, gëzuar festat e fundvitit, qoftë një vit i mbushur plot begati dhe suksese për ju dhe familjet tuaja, dhe Gurrën Kurbinase e përshëndes për gjithë këtë aktivitet që realizoj sot. Koncerti i grupit artistik Gurra e Kurbinit zgjati rreth 60 minuta, duke tërhequr maksimalisht vëmendjen e publikut, të cilët kishin mbushur sallën e Pallatit të Kulturës në Laç.